Lezhë ka gjithçka, pa disiplinë, pa rregull, pa objektiva të qarta. Në qoftë se zgjohesh në mëngjes dhe nuk di se çfarë objektivi ke sot, dhe për çfarë shkon në punë, ti s'ka shkon. Pierin Ndreu, i cili ka ndërtuar një karrierë të pasur në fushën e rendit, sigurisë dhe politikës. Ta i drejton Bashkinë e Lezhës, një prej zonave që vitet e fundit ka njohur zhvillim të ndjeshëm në turizëm dhe infrastrukturë. Sot vjen radar për të folur për turizmin, bashkëpunimin me Kosovën, si dhe projekte të mëdha që po i zhvillon Shqipëria. Nëse nisemi për në Lezhë, ku na preferon kryetari të ndalemi? Pika më afërt është Talja. Për shembull në verë, unë mendoj që Talja është pothuajse 45 minuta më afër se sa të dalësh Rana Hedhën, për shembull, që është pika më e mirë. Për shkak të trafikut, kuptohet. Talja është zgjidhja numër 1, po t'isha unë qytetari dhe është një plazh i virgjër që po merr vëmendjen e dur, shumë shpejt fillojnë disa investime madhore, jo shumë të thjeshta. Pastaj është zona e Vajinit, që është një perlë ku futesh në atë si më thënë lagunën e Vajinit, pastaj është zona Shëngjinit, pastaj Rana Hedhën. Për në Talë ne po përfundojmë edhe rrugën paralele që vjen pak më poshtë, pra kemi 2 hyrje dalje, nëse deri dje kishim 1, tani kemi 2. Për në Shëngjin, përveç hyrjes po punohet bypassi i Shëngjinit, është në punë, domethënë, dhe është dalja tjetër e Shëngjinit që shumë vetë nuk e kanë marrë vesh akoma, që të dalësh nga Shëngjini nuk është të thonë që të dalësh nga rruga kryesore, por del nga Kunja. Ka një dalje tjetër që ne kemi bërë para 2 vjeç. Dhe ajo që shpresojmë është që këto ditë shpallet më në fund Milot Baldereni, që do hajkojnë vetë 2 vjet, por që përfundimisht jep zgjidhje çështjes së trafikut. Po ecim para, nuk po bëjmë hapa pas. Shihet. Dhe fakti që po bëjmë hapa para dhe po çdo vit po përmirësojmë disa aspekte të infrastrukturës atje, tregon se ka shpresë dhe se turizmi po ngjitet, po kurohet. Duhet të thonë se 65% e klientelës në Shëngjin Tale është nga shqiptarët e Kosovës, jo vetëm që janë pjesëmarrës, po janë edhe kontributorë në kuptimin edhe të biznesit, edhe të aktiviteteve. Ne në Shëngjin, në Lezhë, dhe në plazhet e Lezhës, kemi pakën prej 4 që pas pandemisë, ne nuk kemi pasur rëndë asnjëherë. Asnjëherë. Ka shku numri në rritje në Lezhë? Absolutisht po, me në rritje të lehtë, po në rritje. Pra ne jemi ndër plazhe që kemi stabilitet në pjesëmarrje, për arsye të një kombinacioni natyror që është i papërsëritshëm që Lezhë e ka, për shkak të afërsisë që ka me Kosovën, për shkak të afërsisë që ka me aeroportin, për shkak të menaxhimit fort që i kemi bërë ne, mos harrojmë se ne për 3 vite rresht jemi shpallur bashkia më e mirë në pastërti dhe në menaxhimin e plazhit nga projekti Bashkitë e Forta të drejtuar nga zviceranët. Në përgjithësi, nëse mund të flasim për komunën e Lezhës, cilat janë zonat që në të ardhmen pritet me pas zhvillim, projektet konkrete që e presin Lezhën në vitet ardhshme? Por Rana Hedhë për shkak është një ndër zonat më elitë që kemi ne. Për shkak me që jemi këtu te Dugagjini na lejohet me bota reklam këtu. Projekti i Dugagjinit aty është një ndër krenarit tona që ka marrë për masa të daljes jashtë të kufive shqiptare. Dhe është me thonë drejtën një gjë që mendoj që e ka kthy shumë vëmendjen e turizmit dhe të një turizmi elitar në nivel më të lartë. Edhe në
në Tale, Balfin Group me Zamir Manën do investoj tani Valamar. Është prezantu projekti edhe? Po, edhe Dugagjini po përgatitet për një super projekt tjetër aty, shumë të madh, që shpejt të bëhet publik edhe ai. Edhe disa projekte tjera që janë duke u trajtu dhe Talja me njëherë hyn në një konjunkturë në një zhvillimi ndryshe, duke e shoqëruar pastaj edhe me infrastrukturën përkatëse. Një pushues, s'është thënë të rrinë në plazh, mazite mund të shkojnë në Kala, mund të vizitojë vendvarrinë e Skënderbeut, mund të shkojë në vajin të Laguna, mund të shkojë te kisha e Planës, mund të shkojë te kisha e Balldrenit, te Kallmetit, mund të shkojë te shtëpia Fishtes, mund të drekohet te Mrizi i Zanave, te Diella, mund të shkojë te shumë vende të vizitueshme që po mund të shkojë edhe në Krujë një ditë për shembull. Mund të shkojë edhe në Shkodër, te Kalash, gjysore është. Edhe aeroporti gjysmor është nga Lesha. Nga aeroporti në Ringnas para vjen Lesë shkon në Tiranë. Problemi është që çdo turbulencë politike e Shqipëri e Kosovë të dy palëve na ndikon. Në fundit dum ne jemi të dënuar që të jemi pjesë e një etniteti që quhet Shqipëri, që flitet shqip, që mendohet shqip. Dum ne afektohemi nga çdo problematikë e Kosovës dhe anasjetës Kosova me Shqipërinë. Dum ne, nuk diskutoj, kam pa lloj kështu sportistash që dalin nëpër studio flasin ca gjëra që mu më habisin. Po nuk ka se si, domethënë ne të shihemi të ndarë. Më duket se të dyja palët ne kemi vend për të përmirësuar brenda dhe bashkë. Duhen 5 çështje shqiptare kur ne jemi një. 5. Kush janë 5? Hajde t'i gjejmë. Duhen librat shqip, po themi, politika e jashtme, po mendoj unë, disa të tjera, politika doganore, gjëra që du të bashkojmë, të themi, Shqipëria e Kosovë kemi një trajektore, një mënyrë qase dhe mos rrim duke bërë për shembull le të marrim Maqedoninë e Veriut. Njëri shkon me tjetër muzikë atje, tjetri shkon me tjetër muzikë. Ne nuk na intereson, ne një muzikë kemi me shqiptarët. S'ka dy muzikë. Ne kemi nevojë për një stabilitet që nuk e gjetëm këto vite të fundit, kemi proces zgjedhor, ndoshta prap do të kemi një tjetër proces zgjedhor, nuk dia do të kemi kohë për deti si vjet. Personalisht nuk pëlqen kjo lloj historie që po ndodh. As neve. Ka dy modele. Rasti i zgjedhjes së Atifeta Jajagas është një domethënë një mënyrë zgjidhje, ku si zgjidhet një ngërsh politik. Dhe rasti i Mujsiut në Shqipëri. Kur Partia Socialiste me gjithë i kishte numrat, ja dha Partisë Demokratike. Merë zgjidhje, po në 3-4 figura do të gjejmë preferencialin edhe. Unë mendoj që politika do të jetë pak më luajale në funksion të banorëve, të qytetarët nuk ka kanë përborxh politikës që të bëje zhonglime të herpaseshme, sepse kostot t'i paguajnë ata. Nuk i paguajnë politika. Politika e gjen veten në mënyrë më tjetër. Unë jam pak bile shpesh kur i them gjërat, më thonë ngele policë gjithë jetën, i them më mirë policë se politikan, sepse mu më pëlqen të thori gjërat, jo të mbajturit. Thethi është një model që duhet marrë. Nuk ka pikë malore më të frekuentuar nga të ujtë, se thethi është si vjet kur isha unë me familjen kisha trafik. Imagjino aq në kam duke ecë sa unë rroshe me grupe pafund turistësh. Si u gjet ajo? Kjo formulë duhet marrë, duhet të inje këtu. Me qenë se jemi te Shqipëria, ne jemi vazhdimisht duke pa ngjarje të zhvillimet që lidhen me zvërnecin e Vlorës, po kundërshtohet një projekt turistik me vlerë që është raportuar deri në 4 miliardë euro. Unë do kisha besuar në
lëvizjes është krejt normal dalësh protestosh, nuk është e drejtë demokratike. Po kur shoh burimet e frymëzimit nga Athina dhe nga Beogradi, më fal, po nuk më shkon. A është një ide pse po ndodh kjo? Sepse fqinjet nuk e durojnë dot një zhvillim 4 miliard dollarësh në Shqipëri. Edhe Shqipëria ka ecë nuk e durojnë dot këtë lloj zhvillimi. Domethënë është e papranueshme për ta që në Vlorë të investohen 4 miliard. A ju mungon diçka nga jeta që kishit para politikës? Po, më mungon. Kam pas para kam qenë para politikës, kam qenë pjesë e policisë shtetit. Atëherë kam qenë fiks në atë profilin tim, sepse jam shkolluar për atë. Dhe mendoj se aty e kam vu emrin. Pra unë kam një pyetje me uniformë apo nzyrë të kryetarit, pyetja veç e mori përgjigjen. Je më mirë në uniformë? Po të më lën nesër me zgjidhje uniformë. Si do ta bindje me vetëm një fjali, një turist të huaj që ta vizitoj Lezhën? Me vetëm një fjali. Lezhë ka gjithçka. I duhet një turist. Si do doje të përshkruhej Lezhë pas 10 vitesh kryetar? Pas 10 vitesh unë mendoj se duhet përshkruhet si një ndër zonat më të mira turistike në rajon. Për çka mendon se do mbahesh mend si kryetari i Lezhës? do të mbahem mend për disiplinën e fortë punës. Prej policisë s'ka që është ndryshe. Kam injektu disiplinë. Disiplina edhe në shtëpi, pa disiplinë, pa rregull, pa objektiva të qarta. Në qoftë se zgjohesh në mëngjes dhe nuk di se çfarë objektivi ke sot, dhe për çfarë shkon në punë, ti s'ka shkon.